despot i iluminuar. Dikush më thot Arian, sikur nuk rinë këto dyja bashkë, dhe despot dhe iluminuar. Unë them që rinë. Rinë. Është një pikpamje platonike e një sundimtari, faktikisht, vjen nga antikiteti grek, Republikën e Platonit kemi, që vjen nga... Po të futet fort e antikiteti, po e hapte që, bravo, që e mirë. Po. A, Sebi? Tregon që po dhe jam rezultat. është një person i cili bart autoritet të fort, por të njëjtën kohë bart dhe virtyte shumë të larta. Pra, është i ndershëm, është i drejtë. Drejtë filozof. Po pra, është i qartë, i do njerëzit, mendon për të mirën e përbashkët, është i dhemshur, pra ka disa virtyte të cilat janë të larta. Por në njëjtën kohë ka autoritet shumë të madh, sepse kur flet ky të tjerët binden. Kur ky thot që duhet të bëhet kësaj, ky është më racionali. Dhe detyrimisht duhet të bëhet asaj si thot ky person. Kur ky thot që duhet ta zgjidhim në këtë lloj mënyre, çështja zgjidhet ashtu, sepse ky e ka menduar thellë, sepse është jo vetëm racional, por është dhe i gjithdijshëm, është reflektues, është person i cili rri, mbyllet në një dhomë dhe mendon gjatë e gjerë, si tipi Perikliut për shembull, se çdo të bëhet, si do të zgjidhen udhkryqet. Kemi probleme të rënda. E pe fjalimin e para 7 ditëve, që mbajti pallat brigadave për balë të vetëve. Para 7 ditëve, e mbanë? Po. Të hënën e kaluar ishte. Pra nuk duhet të jemi krenar për fitoret. E pe me çfarë zymësie, me çfarë kështu, pa brohorima, pa të arinin t'i gjonin. Ky që reflekton të dëgjoshin vetëm ato të dëgjoshin vetëm cicerimat e zogjve, shpendve atje. Dhe ledatimet e gjetëve. Sepse ka mençuri. Ja, tani po fles Sebi ajo, atë Hov vital. Ka mençuri filozofike çani. Erdhi kjo ditë, po në fund. Unë kisha paremruar me kopo. Për shembull, po ta shohësh me kujdes, ka mençuri filozofike. Është, si thua, Le Pensieux de Rodin, është ai mendimtari i Rodin. Le Pensieux de Rodin. Është mendimtari i Rodinit që rri dhe mendohet për të zgjidhur udhkryqet ku është vënë vendi. Nuk mund t'japi shumë eufori, sepse gjërat nuk shkojnë dhe për keq, por mendohet thellë për t'i zgjidhur situatat që po kalon vendi. Për shembull, Perikliu u fut disa ditë dhe mendoi çfarë do bënte me Spartën. Ishte gati lufta. Sot ne mendojmë si do shkojmë në BE, çani. Çfarë do bëjmë me BE-n? Ç'do bëjmë me seksin për të gjithë? Që sa po folën. Po jo, po ti qesh, po dëgjoj, mene ta marrim seriozisht vëlla. Ai e ka ndur, më duhet ja themi më burr. Po se. Pastaj është qeverisja efektive. Mbreti filozof apo despoti i iluminuar mendon për një qeverisje efektive. Domethënë mendon se si të kënaqen të gjithë. Por kjo është çështja e një lloj hedonizmi, e një lloj seksualiteti që ta kenë të gjithë këtë lloj gjëje. Ti sa më efektive e mundshme që dhe i flet të gjithëve. Në fjalorin e tij i flet dhe atij më të varfrit, por në fjalorin e tij i flet dhe. Po ndërkohë pse s'po e bën më Sebastian? Se unë e kuptoj, po pse se ka bërë deri tani? Pa kemi Ramsi 1, Ramsi 2, Ramsi 3. Dakord, ka bërë i shkreti, ai sa ka mundur, e kupton? Kullat më dha ka bërë, e kupton? Ka bërë me ngjyra, pa këto gjitha. Po problemi është ky vëlla që pse s'ka vendosur rend pra? Nuk mososha nuk kisha despot, pse s'ka vendosur rend? Kur them rend, se na mbrojnë nga të ligjt. Sebastian e kanë fjalën. Stabilitet ka vendosur, po ta shohësh. Të gjithë. Në shkuptim stabilitet. Duhet të kuptojmë një gjë, domethënë, varet se çfarë kupton. Por i ke lacat rrugëve mo, i ke të fortët rrugëve. Ke drogën rrugëve. Pra një mbret i iluminuar, një despot në këtë kuptim e kam. I zhdu këto gjëra vëlla. Kësaj radhe duhet kuptosh një gjë. Deri dje i duheshin për të ardhur në pushtet, po ta shohësh me kujdes. Sot i lëshoi një javë para zgjedhjeve, i tha blidhni votat, i tha. Ato mblodhen më shumë se ç'duheshin çan. Dhe ky është problemi, sepse i lëshoi nga zinxhirët dhe mblodhen më shumë vota se ç'duhej. Po, a do vi moment për të qenë tani, për të projektuar? Ky është mandati. Operacioni i parë policor me pojat në Durrës. Çfarë është? Nuk më duheni më. Kjo tregon këtë lloj gjëje. Në gjykimin tim, tani fillon dhe ky e mbyll pak nga pak. Pra do më shumë stabilitet. Duke dashur më shumë stabilitet, do doj që t'i kënaq më shumë qytetarët. Në këtë sens... Do bëj, ti thua, do filloj ti mandatit 4, të Ramsi 4, do të thënë. Ti thua, do filloj të ekuilibrohet pra nuk do mendoj vetëm... Po, sepse në mandatin e 4 ky inkorporon opozitën brenda vetes. Të mandat? Po, inkorporohet opozita sepse opozita kthehet në refraktare. Nuk e merr dot pushtetin, po bllokon gjithë pjesën tjetër opozitare. Dhe inkorporohet brenda pushtetit, fillon i jep tendera, mëson se si ka bërë mandatin e 3. Po, tani e bën më shumë, sepse e inkorporon në pushtet. Duke inkorporuar opozitën në pushtet, tashmë pushteti bëhet i gjithfuqishëm. Dhe jemi të dy që luajmë të njëjtën lojë brenda një skeme. Qytetarët pastaj fillojnë dhe diskutojnë
duhet bëjmë shtëpitë publike apo jo, duhet legalizojmë drograt apo jo, duhet bëjmë këtë. Pra i gjithë diskutimi është liberal si në Evropë. Pra ne do të shkojmë në Evropë, pavarësisht se Evropa nuk ka një formë të unifikuar për këto lloj gjërash. Por ne e bëjmë me pretendimin se po shkojmë në Evropë. Dhe opozita dhe pushteti i gëzojnë të gjitha gjërat së bashku. Oligarkët që janë aty, domethënë, po të shohësh me kujdes, gjykimi im është që në këtë mandat ky do të godasi krimin e organizuar dhe oligarkët. Nuk i duhen më Çani. Dhe thot fitova i vetëm. Pra despoti i iluminuar në këtë qasje, po ta shohim me kujdes, avantazhet i ka për shembull se ka një virtyt drejtësinë, ka një virtyt ndershmërinë etj, po ta marrim që nga Platoni. Por në krahun tjetër për shembull, është lehtësisht i korruptueshëm. Qenia njerëzore është lehtësisht e korruptueshme. Dhe po të shohësh me kujdes, despoti i iluminuar që kemi ne është i infiltruar nga kriminaliteti. Kemi deputet të cilët mund të jenë futur në lista nga krimi organizuar. Është gabueshmëria njerëzore. Njerëzit janë totalisht të gabueshëm. Ne e harrojmë gjithmonë këtë lloj gjëje. Një gjë që ne nuk e mësojmë asnjëherë është që jemi lehtësisht të gabueshëm dhe jemi shumë egoistë. Pra, historia përsëritet. Jo se ka ndonjë komplot të madh botror. Historia përsëritet sepse ambicjet tona janë njësoj, që nga antikiteti deri më sot. Dhe humanët janë të dobët. Filozofikisht janë të dobët. Marsit, para se të ja fjallën ty, të më bësh prit. Eno po më dërgon t'i shka tani, Eno që punon për emisionin, ja despot të iluminuar, thot. Të iluminuar, por prapë se prapë brutal. Gjësh i se me mëndje. Frederiku i Madh, shtypi pavarësinë polake, bëri luftra agresive, përdori disiplinë ushtarake brutale. Katerina e Madhe, shtypi rebelimin e Pugachevit, me ekzekutime masive, përhapi skllavërinë, aneksoi Krimen. Jozefi i dytë, zbatoi reforma për pëlqim, pa pëlqim, mbylli manastire, shkaktoi protesta për ndryrje fetare. Maria Tereza, dëboi hebrejt, imponoi katolicizëm detyruar, bëri luftra për pushtet. Karlo III, përndoqi jezuitët, sundoi me forcë në koloni, censuroi kundërshtarët. Gustavi i III, shkriu parlamentin me gru shteti, sundoi si autokrat dhe burgosi kritikët. Leopoldi i dytë, shtypi revoltën belge me ushtri, tërhoqi shumë reforma nën presion. Çan, mund të një gjë? Se ka dhe një gjë tjetër. Jo, po do t'ja Marsitit në dajmë që konë. Pastaj do t'a lej që të flasi, por në këtë aspekt. Jo, po s'kemi kohë. Sepse këto kishin Voltairin dhe Montesquien që i kishin pas vetes, dhe kanë dhe disa reforma. Por këtë që lexova unë tani. Por kë ka despoti ynë i iluminuar në bas vetes. Po këtu të e gjejmë pra, do të e gjejmë pra. Katerina dhe Frederiku i Prusis, për shembull, kanë ndërmarrë reforma arsimore, unifikuan Rusin, Prusia unifikua, kemi deshën të edukonin qytetarë më të virtytshëm. Arsimi u bë më i lirë. Shumë njerëz filluan nga shtetet ndryshme të shkonin në shkollë. U dha më shumë kohë për të lexuar. Voltairi dhe Montesquieu dhe shumë iluministë të tjerë u bën pjesë e kurrikulave dhe filluan që të shëtisnin kudo në për këtë hapësirë panevropiane, që nga Italia edhe deri në Urale. Por çështja është kë ka ky i yni që e iluminon si Voltairi dhe Montesquieu. Kjo është pyetja. Kush është Montesquieu dhe Voltairi i despotit ton të iluminuar? Unë mendoj që janë disa. Dakor, janë disa dhe do merremi që janë dhe në media. Po nuk do i përmendim emrin se i bëm reklam. Po jo, se janë ca këllira. Nuk do merrem farmata. Kur flitet në lidhje me Platonin, dhe kam thënë dhe 2-3 emisione më përpara, dhe me ndriçimin që ndodh, dhe ndriçimi më i madh që e simbolizon idenë e Platonit të Shmiti i shpellës, kur një njeri çlirohet nga hija e padijes, sepse është i mbyllur në shpellë dhe shikon format, shkon tek drita që simbolizon idet e kulluara. Për shembull ideja e tavolinës, ideja e kalit, pra sepse Platoni thotë që çdo gjë që është send u buron nga disa ide që janë ide metafizike, pra janë përtek kësaj bote materiale. Dhe njeriu i cili ndriçohet, për të kuptuar më pas despotin, është njeriu i cili del nga shpella dhe shikon këtë të vërtetë, e kupton. Kjo sipas kuptimit platonik dhe nuk shpjegohet dot, sepse atë që ai shikon dritën, as njerëzit nuk e kuptojnë dot edhe po t'ia shpjegoj, po edhe ai nuk e shpjegon dot njerëzve sepse flasin mbi dy fusha të ndryshme. Kështu që ajo që tek narrativa vetë që kupton se është ndriçimi nuk ka ide do të kuptohet, sado ne të mundohemi të futemi. E ka dhurat ose le ta themi dhunti, vetëm ai që arrin të ndriçohet. Po edhe në pikpamje të tjera, siç është pikpamja gnosticistike, ai që ndriçohet është njeriu i cili zgjohet nga gjumi i zakonshëm, që janë gojimat siç e cilson ti me të drejtë dhe njerëz të zakonshëm, dhe arrin të kuptojë të vërtetat e mëdha. Pra punët e demiurgut ose punët e të madhërishmit, dhe kjo gjë e kthen në gjysmë perëndi.
Dhe këtu, ky është momenti i cili sipas mitologjisë, po edhe sipas filozofisë Platonit, një njeri bëhet nga njeri i zakonshëm njeri i ndriçuar dhe ai që ka pushtet. Kjo është diferenca e njeriu ndriçuar me despotin e ndriçuar, se ti mund të jesh njeri i ndriçuar, por mund të jesh njeri i zakonshëm. Mund të jemi unë, ti, Sebastiani. Për shembull, shënimet mund të jenë shpella e Sebastianit që del nga bota e zakonshme dhe kupton ndriçimin e madh. Qartë. Kurse ai që ka dhe pushtetin administrativ, ose pushtetin e një vendi, ose është drejtues, siç është Rama në këtë moment, ai është despot, pra nuk është thjesht njeri i cili përbën diferencë nga njerëzit e tjerë se ndriçohet. Po është despot i ndriçuar, sepse ndryshe nga despotët e tjerë, që janë të pandriçuar, siç janë gjithë liderët që ne i pam dhe që erdhën këtu mas mbajtjes së zgjedhjeve që e takuan, ata janë të pandriçuar. Ky është i ndriçuar. Është sepse ai arrin të kuptojë të vërtetat e mëdha dhe në mënyrë si aplikon pushtetin, nuk kuptohet dot. Dhe prandaj dhe tema që ne trajtuam pak më përpara, siç është tema e seksit, por dhe shumë tema të tjera, ai do merret nga që e ka fuqinë e madhe metafizike, nëpërmjet këtyre të vërtetave, do merret me probleme që njerëzve do i duken të rëndomta ose të zakonshme. Mbani mend që po them, do vi një ditë kur ne do i përgjërohemi këtu dhe ai do na dëgjojë. Për shembull, ne do i përgjërohemi për trotuare të ngushta, do i përgjërohemi për pallate të cilat s'kan ashesore, do i përgjërohemi për mungesa parkingjesh, do i përgjërohemi ku dëgjohen për mungesën atyre. Ja ku e ke. Në të gjitha këto ai do na dëgjojë, do unë po i them, jepe shembullin dhe tregoj me fakt që ti na dëgjon edhe merru dhe me këto gjëra të vogla. Për shembull, me qira fjala. Me trotuaret e ngushta, Prit, jo më trotuaret e ngushta. me rrugët që janë ndërtuar. Jo mori një sekond, Marsin, ta bëjmë muhabet. Po, Ore me që kemi tani po ja themi live. po, se Të lutem, a mund të rregullosh o Ramsi 4? A mund të rregullosh të lutem këtë punën se dikush po ta futs vlla. Tani ti Ramsi 4, gjuna që ikim nga Leopoldi 3, po. e nga këta që tham pak më lart, bie në këtë nivel, po sepse akoma nuk është bërë ky despot i iluminuar pra. Nuk është bërë, se po t'ishte bërë, si mund të lejosh ti mor zotëri, që mbrapa kryeministrisë, po të vëmë me radhë tani se kam shnuar tu se ndryshe do t'i harroj se mora ime është shumë e rënduar. Shiko. Mendoni vetëm për një çast, të bëj një praktik. Si mund të lejosh ti mor zotëri? Kush po ta fut më valla? Dil pak me këmbë, se ti si jep makinës. Nuk i jep, s'ke qep të javësh makinës dhe nuk e kupton valla. Po edhe me këmbë po të kalosh, më të shohësh se çfarë të merri. Mu mbrapa kryeministrisë, ke parasysh? Stadi ishte aty. Ha? Kryqëzimi midis liceut, ambasadës amerikane dhe ambasadës italiane. Italiane po. Janë vënë trotuar, janë vënë ca kështu vlla. Kanë birë, bashkia po bën ca trotuar në rrugë çuditshëm, që nuk janë as trotuar, janë kështu si. E ke parasysh? Dhe ka se thua që kanë ndarë rrugës më ecën ti me makinë, ku pa pritur shikoni trotuar në mes të rrugës. Dhe aty nuk kalon dot, e ke parasysh se është rrugë është me dy kalime më. Duhet të bësh kështu, duhet të presësh që të futesh prapë kështu. Është i tmerr më valla. Kush po ja bën këtë gjë më valla? Ore, është Ramsi 4 ky më, po do bëhet Ramsi 5. Dhe ka një se... Të lutem, a mund të ndrysh më? Me një mesazh rregullon këtë punë. Të lutem. Po ore, për çfarë po bëhet? Se unë kam dëgjuar që do të bëj bllokun kështu pedonale më. Po pse trotuari duhet pa pritur ti je në rrugë duke ecë makinë, valla, ajo është rrezik vdekje. Paf të deni trotuari i shëmtuar bile, është trotuar kështu, i ke parë Sebastian. Është mund brapa instantit. Trotuar gungaç. Gungaç, po i tmerrshëm. Ore, tjetër se kam shnuar tu. Ore, këto opozitën më valla. Më le ta lë për në fund atë. Ore, dëgjoj. Policat që janë në rrugë më valla. E ka thënë dhe disa herë vetë i shkreti, kur ishte Ramsi 2, Ramsi 3. Që mjaft më me polica që dalim dhe rinë si kështu, ju zëm prit qytetarëve. E ka thënë, e mban mend edhe pushat. Po. Asgjë s'ka ndodhur në fakt. Ata janë prapë atje. Zëm prit. Në çdo cep rrugë, valla, në çdo kryqëzim, në çdo semafor, në çdo thuaje rrethullim, ke patrulla policie, policia shket i respektojmë sepse dhe i përshëndes dhe gjunaja njerëz ata kanë familjar, kanë do jetojnë ata. Po dikush i jep urdhër dhe Ramsi 4 është ai që e bën këtë punë, unë nuk e di valla. Po mos i ai do të rregulloj urgjent të punë. Nuk kena asnjë vend. Pra o do bëhet despot i iluminuar vërtet, o do mbetesh thjesht despot valla. Deri tani nuk është akoma iluminuar. Që s'do mendoj për njerëz si Shta Sebastiani. Duhet të heqë policës më valla. Punë e vetë se si e rregullon trafikun dhe si i vë gjobat. Po policët diun atje sepse policia e shkret, nuk mund të rinë në çdo cep. Është torturë, është terror. Pra s'mund të jetë despot. Jem dakord? Super dakord unë. Tjetër për shembull. Sharën. Si mund ta lëj një despot i iluminuar? Si mund ta lësh më zoti Sharën në atë gjendje më? I ke parë sorrat çfarë bëjnë valla, vendet të vdekurit. Rinë te varet, pastaj vjen hanë Sharë, kthehen prapë te varet. Respekt për të vdekurit paktën më vjen. Nuk do të na asnjë vend. Të lutem, o Ramsi 4. Bëj këtë gjë më bëj. Rregullo Sharën më valla, sepse është tmerr. Është tmerr Shara më, është tmerr, është pra, akoma s'është bërë iluminuar, se unë e bindu që kur të bëhet, s'mund ta lënë atë gjendje apo jo. S'ka despot iluminuar të lë atë gjendje. Është e pamundur. Tani, merr tjetrën.
këtë lacave në rrugë e thash. Endacakët që janë endacakët. Këta më lypsit, që janë rrugëve në për që vinë të kërkojnë. Hiqi këta, se këta të prishin turizmin. Turistët kur vinë këtu, nuk mund të përballën me atë imazh, se thonë mos. Me erdhe me prishmëri tjetër, që janë gjitha lypsa, se janë shtuar shumë. Hiqi lypsat, vlla. Ore, trumcak. se çdo bësh do i vrasësh, nuk e di puna jote, vlla. Po ata s'do të janë rrugë, rregulloje, nuk më intereson fare, vlla. Hiqi se prish turizmin, të lutem. Ramsi 4, priz. Tjetër. Po e Remutit. E Remutit. Është gjithandej nëpër Tiranë. Sa të kalosh trotuar, pusetat, vjen e Ramut. Në jug, po të vesh në jug, e Ramut. Po më ka, më falni sekond. Ka, pra unë jam dakord të zhvishem nga çdo drejt politike, më. Unë do ri kështu, ja do ri kështu. Vetëm të lutem që të legjitimoj tamam dhe brenda meje, të them bravo më vllatë, të bëj dhe propagandë për ty, hiq herën e Mutit zotëri. U bë Ramsi 1, Ramsi 2, Ramsi 3, nuk i herën e Mutit, është merr. Dakord, më fasadën e ke zbukuruar shumë, po themi gjë. Për mua shumë e shëmtuar, po ç'n si ka? Popullsisë gojimave i pëlqen. Gojimat të duan për fasadën që ju ke bërë vlla. I kështu i huton me drita, fup i huton dhe ata bien si pula, se gojima janë, dhe gojimat janë të shumt. Dhe prandaj je zgjuar, dhe je akoma në pushtet. Dhe do bëhesh Ramsi 5. Po aman që të bëhesh i iluminuar, pra pas 100 vjetësh tonë, ai ishte vërtet despot, po ishte i ndritur, i iluminuar. Të lutem, hiq erën e Mutit vlla. Qelbet Shqipëria e Ramut në çdo vend që qelbet, dhe këtë nuk po e them unë. Ju betojmë, dilni heci me këmbë në rrugë. Është e thjesht fare, më i pran një pusete të kalosh, le të jetë mbyllur puseta të vjen një aromë. Fëmijë dakord, kur është porta jote dhe muti jote unë e kuptoj. Se secili vdes ta, çdo njëri nga ne ka qef erën e vet, ëh? Po jo erën e tjetrit, erë e tjetrit është merr. Në këtë kuptim duhet hequr apo jo? Dakord? Dakord. Dhe një despot i iluminuar duhet ta heqë këtë. Tani, unë them, se vajti ora, për 2 minuta mbyllet marsit, nga 1 minutë secili. Është despot? Apo, pra, është vetëm despot në këto momente? Apo është dhe iluminuar? Me këto që thashun nuk është akoma iluminuar. Unë po i lutem t'i bëj, sepse duhet të jetë i iluminuar. I jepi marsit. Rame, të lutem, tregoj iluminuar. Jo Rame, jo gabim. Ramsi. Nuk t'i thuash Rame tani despotit. Falë, se e kisha nga emocioni. Ramsi 4, zotë. Ramsi 4, të lutem, tregoj Çanit që je despot iluminuar dhe bëjt gjitha këto. Je i maf marsit. Sebastian, mund t'i bësh stile Ramsit 4? As i iluminuar, nuk mund t'jesh despot edhe po të duash sepse nuk të lën, dhe edhe në qoftë se do të duash që të bëhesh despot, nuk di të bëhesh despot. Por i iluminuar, nuk e di se sa i iluminuar mund t'jesh faktikisht, sepse pikturat tuaja kanë vetëm një veçanti, kanë kolorite shumë interesante, por sa i përket raportit të formave, lën shumë për të dëshiruar. Iluminimi nis pikrisht kur mëson se ç'është raporti i formave në shoqëri. Je shumë larg. Dakor, po aman, brenda teje, Sebastian, dhe ti vetë dëshiron që ai të bëhet i iluminuar, apo jo? Për sa kom qeveris, po. O Ram, se dhe në gjithë fundi që ose ka mundësi. A mund të vendosësh këto Karexhata që këto? Karexhata. A mund të ashtu këto rrugët, autostradat gjera dhe rrugët? Po, do të them dhe atë, janë 2 gjëra, po kjo ashtu të rrugët, thotë, vjen këto ndalesat, sepse gjuna ecin makinat dhe po shkenin ças po kalon atje, po kalojnë kafshë, njerëzit, po shpyet për njerëzit, po vritet edhe qend. Për shembull, unë vetë kam bërë një herë. Edhe kjetër. Ka dalë qeni, e kam kaluar sipër, ishte pamundur se më doli paf me një herë. Për shembull, një despot i iluminuar, këto gjëra janë gjëra elementare, më. Kam vrarë ketra, po të them. Që i kemi edhe ketrat. Frederiku i Prusis, për shembull, një nga gjërat kryesore që rregulloi rrugën. Ishte ambientalisti më i madh, po. E vërtet është. Ças në vit tani më thon Çani thuhet edhe për salmonellën thotë. Ka plas salmonella këto. Po të gjitha pra ky ka dhe do i ketë dhe më shumë akoma se Ramsi 4, 83, Ramsi 5 do jetë 94 e sipër o plak. Dhe unë ne po ja themi tani këto që sepse shoqëri zotit do mbeten në arkiv, që moson që nuk ta kemi thënë. Po. Mos a thotë që s'e kemi thënë Sebastian. Ja kam fshirë. Ne bëjmë detyrën tonë. Ja fshehin tjerët. Kur inkorporon dhe opozitën brenda vetes, bëhet dhe më i fuqishëm. Sebastiani e quan inkorporim të opozitës, unë e quaj ka mundësi vëlla, mbledhi mendjen një herë mirë, bëj këto. Dhe pas ti bësh këto që janë gjëra të vogla më burr, ti s'ke asgjë këto ti. Kur zotri e kupton apo jo? 5 minuta në jetën tënde i ke këto më. Me një mesazh, pam dhe ti e di ku t'ia çon mesazhet.
i mbyll të gjitha këto i thash unë. Janë banalitete, më janë gjëra. Ore, do na shpëtosh jetën, po them mor burr. Dhe pas si ti bësh to, vlla, të lutem, atëre po. A mund ta zhdukesh të heqësh qafë opozitën, vlla? A mund ta zhdukesh fare, mor, vlla, të bijem rehat?